السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. O vëllezër, ne do të cekmi sonde inshallah disa vepra të cilët kanë të bëjnë në kohën e vështërsisë, në kohët e shqetësimit, në periudhën kur njeriu ka një hall apo ka një dert apo ka një telashe. Se Allahu subhanahu wa taala e ka krijuar këtë dunja që njeriu të bën vepra të mira dhe të sprovohet. A kurse zemra në kohët e vështërsive, të lasheve, ka një rol jashtëzakonshëm të fuqishëm. Nëse ne nuk dim ta menaxhojmë, apo nëse zemra është e zbrazur në ato situatë, është shumë problem. Allahu subhanahu wa taala na ka zbrit Kur'anin për me marrë në mësim. Na ka dërguar pejgamber që ne të ecim pas hapave të tyre. Besimtari çdo herë duhet të shohë se çka duhet të vepron. Duhet të planifikon cilët vepra do t'i sjellin dobi atij në dynjë dhe në ahiret. Pastaj është që t'ja kujton njëri tjetrit. Ne jemi popull që harojmë, ne jemi krijesë që harojmë. E kështu kur t'i kemi vëllezërit tonë të sinqert, të dashrit tonë për afër, ata ta kujtojnë atë që haron. Kështu që ne e ruajmë imanin tonë, e ruajmë familjen tonë, e ruajmë ambientin tonë, se besimtarit nuk i ka hije të vepron çka t'i kujtohet. Besimtarit nuk i ka hije të ulet këtë doje. Besimtarit nuk i ka hije të folje çka të doje. Do thot, vepra, fjala, lëvizja, gjithë duhen të jenë në parimet e Kur'anit dhe Sunetit, në parimet e dritave, Kur'an dhe Sunet. Nëse zemra është e zbrazët, është problem të reflekton në gjymtyra. Se ne kena vepra të gjymtyrave edhe kena vepra të zemrave. Vepra të gjymtyrës është namazi, zëqati, haxhi, sadakaja, ndihma fizike, fjala e mirë, to janë që duken, shihen. Por nëse i mungojnë veprat e zemrës, atëherë problem është të reflektojnë edhe këto veprat e jashtme. Sa më e shëndosh është zemra, sa më e shëndoshën veprat e zemrës, është më i fuqishëm është reflektimi dhe fruti që i jep jashtë. E besimtari çdo herë duhet të ndalet dhe të mendon dhe të shikon zemrën e vet. E sidomos duhet të jena më siçel. Më herët një ders që ka kallëzu xhamatin këtë në hinë e Maqedonisë, Kosovës e Shqipërisë. Është bo një budallaki, por se ka marrë vesh kujshia që ka ndodhë. Apo fshati, apo qyteti. Sot një budallaki bëhet, një e keqe bëhet, krejt dunjoja e marrë vesh. Një mizdevir dele qëtë një ide të keqe, e sheqe edhe fëmin tuj e përkrahin. E sheqe edhe fëmin tuj e shpërndajnë. Me dashje apo pa dashje. Dikush pa dashje të kallzon një të keqe, ty qëtin haram. Ose ka mundësi të ngacmon zemrën, ajo ka mundësi është kon vara e parë që devijimit dhe dopsis.
Do thotë se punë të këqija janë të qarta, për këtë arsye ne duhet jemi si qel tash. Të tjerët dëgjuat çat lajmin që a duhet të kthehet ligji muslimat mi ekzekutue, la ilaha illallah. Ekstremist, ka konsideron ekstremist ai që vjen e falet 5 kohë xhami. Ka konsideron ekstremist ajo famor që e vën mbulesën. Ka konsideron ekstremist ai i cili lexon Kur'an. Ka konsideron ekstremist ai që si jap dorën grave. La ilaha illallah. Para mendojni, për këtë thëmë duhet jena mas ju qelë, se të tjerët po planifikojnë ti si me ta prish imonin dhe si me ta prish familjen dhe ambientin. Dhe duhet që zemrat t'i kena gjalla. Nëse nuk është zemra e gjallë, se ni kupton këto kurtha. Nëse zemra nuk është afër Allahut, është problem t'i kuptojsh këto lojna. Nëse ti nuk e njeh fenë e Allahut si duhet, është shumë problem t'i kuptojsh këto lojna. Si të zemra e vdekët, çfarë do bie dhe t'i sjellë njerit? Çfarë do bie ka me të sjell nëse ajo zemër është e vdekur? Allahu subhanahu wa taala ka zbrit Kur'anin që t'i ngjallë zemrat e vdekura. Allahu subhanahu wa taala thot: "Taqsha'iru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum, thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah." Kur që përmendet atyre Allahu subhanahu wa taala, ju tërqethet o lezër, rënqethet lëkura, cila, kujt, thot atyre të cilët yakhshawna rabbahum, ata të cilët i frigën Allahu subhanahu wa taala. Ti Petke Stojanit Dragicës lexoja 100 ajete si rënqethet lëkura sa e se kupton, as si beson. Ama besimtarit ku t'ja lexosh një ajet Kur'anit, xhenetit, xhenemit, shpresës, premtimet që t'i ka dhënë Allahu, tërqethet Allah. Ti ke frikë Allahun kur ta kujton dikush Allahu subhanahu wa taala. Thot: "Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum." E pas kësaj thot çka ju ndodh? Thot ju qetësohet lëkura e tyre dhe zemra e tyre kur ta lexojnë premtimin e Allahut. Do thot, duke lexuar ti, e shesh çfarë premtimi të ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, innahu la yukhlifu al-mi'ad, ai se thën premtimin dhe qetësohet shpirti. Kur e shet xhehenemin, kur kujtohet që ke këshir një haram, kur kujtohet prom gjithë natën ke në film janë sabah, apo ke ngu muzikë, atë ka dal dikush TikTok, edhe tash kur ti dëgjosh ajetet edhe hadithet ose dikush kur e fol një fjalë, fillon pak ajo depresioni i zemrës, se e din ti që ke shkel një normë prej normave të dinit. Edhe friksohesh. Por tu lexo ajet kur e shet që Allahu fal ata të cilët pendohen, kthehen te Allahu, qetësohet zemra, rahatohet. Pse? Kjo fjalë Allahut, Allah se them besën. Zemra është që e rahaton, por nëse zemra e zbrazët, nëse zemra e zbrazët për imanit, prej mbështetjes në Allahun, prej frikës në Allahut që patëm në gjëratën e kaluar, atëherë është problem. Allahu subhanahu wa taala thot: "Wa nabluukum bi-sharri wa khairi fitna." Allahu subhanahu wa taala thot që ne do t'ju sprovojmë juve me sende të mira dhe me të këqija. Dhe çka? Wa ilayna turja'un, dhe të ne do kthehemi. Si Allahu subhanahu wa taala t'jap fukarallak, edhe t'jap pasuri. Për dikant fukarallak jo është sprov, për dikant pasuria është sprov, për dikant rahati sprova, pasuria, për dikant fukarallak i rahati, se me pas para i rebelohet, Allah i na rujt. Allah i din ku jep dhe ku si jep. Qa përdiset? E kini po do të qëngon xhamis, 5 kohë namazit, me dhikër, si kanë bë pare, si shen xhami. Hupot, Allah i na rujt. E dikush, vallaj, si bën pare kthehet Allahu, ze jep se qatë, sadaka, vepra të mira, e shesët të kur gjohës ka dunjoja. E Allah subhanahu wa taala të sprovon me fukarallak edhe pasuri, të sprovon me smunje edhe me shëndet. Do thot, nuk e din ti në cilën të na sprovoj Allah subhanahu wa taala. E pse këtë e bën Allahu? E bën që të na shohë a jena mirënjohës ndaj Allahut subhanahu wa taala apo jo. A e falendrojmë Allahun subhanahu wa taala apo jo? A dina të thënë alhamdulillah o Allah që ti na ke dhënë këtë? Alhamdulillah Allah që na ka dhënë shëndetin, alhamdulillah Allah që kena me hongër,
alhamdulillah Allah që kena me pi, alhamdulillah Allah që i kena dipar kundra, alhamdulillah Allah që i kena dipar qeve, alhamdulillah Allah që kam një kul mbi kokë. A e thojmë këtë dënjera apo jo? Po ti thu hoxhë dipar kundra, që kiti ka original. Ai ka 15 për nësë herë shajton t'i veshin, ato i bëjnë kruka. A dini këtë mesele? Është një hadith i pejgamberit mos dal te mos, është një hadith pejgamberit thotë, një dyshek për ti, një dyshek për familjen, një dyshek për mosafirin. E i treti kujt është? I ata që i tret, që s'dukët, i shejtanit, Allah i na rujt. Do të për këtë arsye, do thotë është e rëndësishme. E kur dikisht i 20 par kundra, kur do të vinë ti rendi me vesh? Ose 30, ose 40. E mira, nuk o israf, Allah i na rujt, Allah i na fal. Allah subhanahu wa ta'ala thotë Allahu që në këta jetë në shoh Allah ne si dhe veprojmë, si dhe jetë lëvizja jo në këtë dunja. A dhe jetë drejt urdhnave të Allahut, apo do të thejmë ne je? Allah thot në Kur'an, thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Pastaj thot ju do ktheheni te Zoti i juaj, fayunabbi'ukum, dhe do t'ju tregon juve se ju si keni vepruar në këtë dunja. Periudha sa kemi ne në këtë dunja, do na tregon Allah subhanahu wa ta'ala. Ta na, ne këtë harrojmë 50 vjetë, 60 vjetë, 70 vjetë. Ti ke harru që ke hongër prom, apo në mëngjes, apo na këto kiramu kja t'i bina të regjistrojnë. A keni po këto spektorat kër i morën pinë që di kanë të di, që i kanë morë, e ka postu diçka në Facebook, era 15 vetë, vaje kujton, të të more, 15 vetë, e ka regjistru dikush, ka morë pare për ta. Ti që ka dollë pigueston dhe ka regjistruhe. Do thot, paramendo, ai e di si njeri, e ka regjistruar me një letër. Çka do thot që Allah subhanahu wa taala i ka 2 melaqe na i ka bën që regjistrojnë çdo frimarrje, çdo lëvizje tonë. Do çuditmi në atë ditë kur dalla para Allahut subhanahu wa taala. Besimtari duhet të jetë i kujdesshëm për shkak se erna të frin ka krejt ant. Ne duhet të përmesojmë veten tonë prej mrena, prej shpirt, prej zamër. E pastaj dolën lëvizjet fizike që ka janë. Nëse ne nuk jena mirë në zamër, valla do të dështojmë. E mirë, nëse jeni situatë të lashe, pa më parasysh, a ke smuje, a ke fukarallëk, a ke bela, a ke sprov, a ke gel provim, a sën ke kalu provimin, a ka luft, a s'ka luft, a ka bela, sprov, të lashe. Për fukaronën të lashe parja, për studentit të lashe që kanë ngel, këton kanë provima i se zë gjumi, për atë qetërin e ka një të lashe qetër se u kanë do me dashnorën, problemi qetër e ka diçka tjetër, do të lashe, belat, çka duhet me bon? E para duhet t'i kthesh Allahut subhanahu wa taala. Duhet me u kthi Allahut subhanahu wa taala sinqerisht, se Allah thot: "Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu." Thot ju kthehuni te Allahu Taala me tobe dhe me vepra të mira. Zotit e Zoti juaj, wa aslimu lah, dhe dorëzohuni ju atij. Kujt? Allahu subhanahu wa taala. Ai që fol me çikat huja, ajo që fol me burrat huj. Punë mirë është kjo. Po punë keq është, duhet bësh tobe, duhet kthesh te Allahu. Punën e parë çka duhet bësh? Ti që fol me gratë huja, ajo që fol me burrat huj, ti që shikon burrat e huja, ai që shikon gratë e huja. Do thot ti duhet të pendosh dhe të kthesh te Allahu subhanahu wa taala dhe mi thon nesit ball. Stop. Nuk ban. Nështroju Allahu subhanahu wa taala. Do të waslimu la, dorëzoni atij, nështroni atij, bëjni vepra të sinqerta vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Pse Allahu subhanahu wa taala e ka lavdruar Davudin alayhi salatu wassalam? Wastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anam. Dhe ka kërkua istighfar te Allahu Daudi alayhi salatu wassalam, dhe ju ka përul Allahu subhanahu wa ta'ala dhe është kthyer te Allahu. Pse? Pse Allah e ka lavdruar Daudin këtu? Kush e din? Nëse din dikush, mund me fol pagajle. Namaz nuk ka kjo ders. E ndali unë fol dikush tjetër. E ngoj dikan tjetër, ngon dikush, nuk prish punë. Allah subhanahu wa ta'ala tregon këtu për Davudin që ka kërku falje të Allahu dhe u ka përul Allah subhanahu wa ta'ala dhe u ka kthit Allah subhanahu wa ta'ala. Dy mendime ka. E kanë kësi murin dy njerëz i kanë hinë në borën e Davudit alayhi salatu wassalam.
E do ka thonë që kanë hija, u ka friksu Daudi a.s. mos kanë mi bë atentat. Por ajo më e mira, ajo më e vërteta, që është edhe sakt, është që kanë hyrë dy njerëzi dhe kanë kërkuar gjykim te Davudi a.s. dhe ka gjyku Davudi a.s. para se me dëgju tjetrin, Hasmin, atë tjetrin. Ka gjykue, para se me dëgjue, edhe për këtë, Allahu, kër e ka po që i ka gjykuar, edhe ki ka kërku falje të Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe Allahu e ka lëvdru Davudin a.s. për shkak se është kthim një herë të Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe ne, kur ta shohim vetën tonë që gabojmë, kur ta shohim vetën tonë, ne na njerëzi, pa tjetër kina me gabue. Pa tjetër kina me gabue. Por, mos i bëjmë gabimet me qëllim. Me një herë të kthehemi te Allahu subhanahu wa ta'ala, se automatikisht ti dhe jesh i mirë te Allahu. Se Allah është i drejti mëshirshëm, Allah don. Allah subhanahu wa ta'ala, kur pecek për Kur'anin o vëllezër të ndershëm, për këtë thash që Kur'ani ka ardhur që njeve të na ngjallë zemrat. Për këtë Allah thot Kur'an, wa innahu latadhkiratun lilmuttaqin. Kur'ani është për kujtues për kanë, për devotshmit, për ata që kanë frikë Allahu subhanahu wa ta'ala. Por e jona është që ne t'ja kujtojmë njerëzve rregullisht Allahun subhanahu wa ta'ala. Të çdo kohë, çdo moment, çdo periudhë ne të lidhmi jetën tonë me librin e Allahut, që të mundojmë t'ja kujtojmë njerëzve Allahun subhanahu wa ta'ala, që njerëzit të kthehen te Allahu subhanahu wa ta'ala. Ai që ka zemër edhe ka gjallë, ai bjen mend. Ai që se ka zemrën e gjallë, vallai zor është. Se zemra don tre pjesë, në tre kategori, falni. Zemër e vdekët, zemër e gjallë, e cila është e gjallë, po s'ja ve veshin shumë, ose si ka arrit, ose si ka dëgju. Edhe zemër e cila është e gjallë, amon e kthelt, i kupton fjalët e Allahut, i dëgjon fjalët e Allahut dhe është zemra prezent. E vdekët, e gjallë, amon, kur ta veti çka tha hoxha? Ne kina pas një mësues në Damask, na jep ke fik Hanefi. I vjetër, shumë i vjetër. Edhe ne 16 vetë, 17 vetë. 3. Edhe na herë tentojshim ne të bëjmë fora ati, edi. Aj 80 vjetë, edi. Edhe kur thoj ke, a jeni me mu? Ne këti thëshim me ti, cëllë klasa. Me ti e na jo stad. I thëshim vela, mu basher, live, drejt për zdrejti. Ne bëjkisha. Ajde, qka e thash fjallën e fundit, kërkush, që kujtovke. Thë ke drejt me mu, je live, drejt për drejt, E na eri bëshim fora, e qoj ke gjibën, se me gjibë, vinë ki vjetër, 80 vjetë. E qoj ke gjibën, e kur dëshim i bë fora, e grëk e kranja, bëjke. E di me kësa si ju kanë kalu këtë shkollë, se i ri, ka dhonë mësim në atë shkollë ku këna mësu, veç e qoj ke kranja, ja bëjke. Nuk ne e prishke, ishte shumë zamër mirë, shumë i dashët, shumë i ambël, nuk di ke kur me të ofendue, veç e qoj ke kranja, mos bëni fora se i kam kalu këta. Do thot, zemra e cila është e gjallë, do thot, desha me lidh ketë, nëse është zemrë, për kur ta veti sështë ati pari. Shlon Kur'an po flen. Shlon Kur'an kërë, po bon ma bet me shokët. Se mërvesh ka thot Kur'ani. E këto trelloj e zemra. Edhe zemrë e cila është prezent. E cila çdo fjalë tenton ta kuptoje. Do thot, është komplet me vesh, me si, me trup, me zemër, në ligjerat, namaz, në ders. Kjo është zemër, e cila e sjell dobi njeriut. Këto tre lloje zemra ju përngojnë, e para i përngojnë si njëri të verbët, që s'she. Atë kush duhet me marë, kush duhet me qua ta nej të këne? Një persona, po, nuk she, o vla. I diti, she. Amo në kini po, tu po bënë sudar në herë, ndeshje.
Kini po do e ku, vallaj së pash, qysh morë ti ka unë isha të këshirë, se sëm pove, se menë si ka ti, zemrë se ka ti. Do thot, a i shë, po, tjetër kundë shë, onën e kundër që si cilë dobi. Edhe i treti, loj treti zemrës, i përngon, a i shë, a më shë saglon. Shë saglon, si ti në gjami, e shë bërlokin, e shë plunin, e shë jënë sendet në vend, e shë gjon, i shë mbinjerë. Pse se met dhe dëshira është ati, do me po mirë. A më kur s'do me po mirë, ti përpara te kom një po ato bërlokin, e letrën, e salfetkën, e pishkin, valla se shë, nga trosh, më vaki se shë, se nuk o prioritet e ti. E kështu janë llojet e zemrës. Dhe zemra e cila është afër Kur'anit, edhe dëgjon dhe të thonë, wallahi e zemër ka dobi dhe dhe të shosh në çdo situatë, kjo të sjell dobi. Besimtari në kohët, në çdo periudhë, duhet çdo herë të lidhja ajetet e Kur'anit me situatën që jeton. Të mundohet automatikisht kur do diçka ndale dhe këshire lexo dhe këshire se çka thot Allahu subhanahu wa taala. Nëse i lidh ajetet e Kur'anit me situatën, me gjendjen çka je, do të shoh se ti do të nxjerrësh dobi dhe do të qetësohet zemra jote. Do thotë që e para që njeriu çka do shka në kohë të vështirësive, ti kthehet Allahut subhanahu wa taala sinqerisht. Të jeton me librin e Allahut subhanahu wa taala ashtu si duhet dhe do ta shohë se sa e ëmbël dhe sa lehtë do ta kaloje situatën dhe problemin që e ka. Nëse ti ke një problem, ke një mosmarrveshje me gruan, shembull, ke një mosmarrveshje me djalin, ke një mosmarrveshje me kujshin, ke mosmarrveshje me vllajin, ke një mosmarrveshje me ortakin, ke një mosmarrveshje, çka do bësh ti tash natën? Ri, pi cigare, shfajtësir cigaret. Apo ai qëtër shkon i mshon murit me kri, ai qëtër shkon e pi një shishe. Kam dëgjuar që shkoshin e pishin kur kishin siklet. Jam çuditë, muslimani më shku me pi kur ka siklet. Allah. Çka duhet me bëti në këtë situatë? Vallahi ti nëse merr dhe i lexon ajetet e Kur'anit, nëse ke jetu me Kur'anin, vallahi minjëherë do kujtosh çka, që kjo që ka ndodhur qadarullah ma sha fal, caktimi i Allahut dhe kështu ka dashur Allahu. Kjo ndodhi, u thi gota. Tash a do ta paguajm, a dëgjojmë në lële pakit ta nxesëm, a do ta xhuajm, apo do shohmë si na prejnë, jemi si na dëmtue, apo si o situata. Atëherë automatikisht çka duhet me mendue qish me pastru këtë problem. Ku janë ajetet e Kuranit? Allah subhanahu wa taala thot kur mosmarrveshje ka burri dhe gru, thot çojnë një prej familjes toj, një prej familjes tande. Nëse dojnë ato të pajtohen, do pajtohen, nëse ka hajër në to. Ndërhijen dikush tjetër, fol dikush tjetër, merr dikush gjikon me styre, ka dal prit pak, mos i bëjna zullum vllajta, mos i bëna padrejtësi, mos u guta, mos ke haki ati, mos ke fjalë tronta, a i takot muslimoni të randoj vllajën e vet, jo. Do të thotë nëse i marr na kështu ajetet dhe hadithet, ti do të flesh i qetë dhe nesër do zgjohesh, do mundohesh si të dalësh prej kësaj situate. Ama ti nëse le onësh librin e Allahut, është problem. Tana do të vinë ato shejton të vojgji, do të flasin, edhe do të revoltojnë më shumë. Pastaj njeriu e dyta është që njeriu në çdo situatë, në çdo hall, duhet të ketë frikë Allahut subhanahu wa taala. Që të cekam ligjëratën e kalume. Se nëse ti ke frikë Allahun subhanahu wa taala, shumë lehtë është. Ne kur hidhrohemi o vëllezër, pa më parasysh. Jemi njerëz i hidhrohemi 100%. A ju ka ndodhur ndonjëherë mu ndal, mu kujtu, mos i ke bë zullum. Mos i ke randu me fjalë. Për shembull, jen punë. Ta kalon ai përgjegjësi si ti punën dorë dhe nuk të kontrollon, se të beson 100%. A të ka ndodhur ndonjëherë që ti e sheh çat punë se ke plotësue, po s'jave veshin. Ti e din që se ke plotësua, ka mangësi. Edhe e sheh që ti ke kapacitet me e plotësu, jo që i dërzu mos ke mund. Ke, po që? A të kujtot ndonjëherë Allahu. A të kujtot haki. A të kujtot kontrata.
Për këtë kjo është frika Allahut. Kur të frika Allahut subhanahu wa taala, nuk ka nevojë. Pse? Se ti e din që kjo është obligimi jot dhe ti duhet ta mbarojsh. Në frikën e kina të përkohshme. Stresin e kina të përkohshëm. Stres me sezona, frikë me sezona. Për shembull, frikmi pse është kamera, frikmi pse më ka pa filoni. Kjo është frikë jo në peshorën e shariatit, jo në peshorën e dinit. Duhet të jesë edhe frika kur të jesë në peshorën e dinit Allahut subhanahu wa taala. Të jetë edhe veprat tona të jenë të disiplinuara, veprat tona të jenë sipas rregullave të dinit Allahut subhanahu wa taala. Pse? Se në momenti kur i ke frikë Allahut subhanahu wa taala, qetësohet zemra. Vetë automatikisht i severin. Se Allah thot ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, me përmendjen e Allahut subhanahu wa taala qetëson zemrat apo. Nëse ti e bën një gabim, në shkollë, në punë, te shtëpia, do ditë lashe. Se di kërkush ti e di. A keni lloj stresi pasha Allahun që po e kuptojnë që e ke derë, po e kuptojnë që e ke thip, po kuptojnë që e ke lëviz, po kuptojnë, a? Është ekziston. Ekziston patjetër. Se ti je të prit çdo moment kur do të zbulojnë. Edhe ti si e rahatshëm. A njeriu kur këtë frikë Allahu subhanahu wa taala, dhe ai e di ka ndodh, galema dhe ka ndodh, zullum si ka bë, do vije vllai thon, ndodhi, qadarullah. Trego tash ka është haki. Edhe ti automatikisht qetësohesh, pra mrenda dhe rahatohesh. Ne si besimtar duhet të kemi kjo të jetë të ne. Ibn Qayyim rahimahullah tregon për veten e vet dhe për shokët e tij. Thot kur na vishin belajat, sprovat, e dini si Ibn Qayyim ka pas shumë hasëm. A dini sa hasëm ka pas Ibn Qayyim? Ha? Këtë sufit dervishët i ka pas hasëm. Ka mbuzullum shumë Ibn Qayyimit. Edhe të varrezat e muslimanëve se kanë shtije në Sham. Jashtë murit varrezave është Ibn Qayyim i varrosët. Thot kur na u vështërsov këtë situata, na bëshin të lashe, sulmet ka këtë anë, tha u drejtoshim të Shejх Islam Ibn Taymija, rahimullah, të hoxha i vetë. Shkojshin të hoxha ati ulshin dhe ja kajshin dertin. Unë mba mend davetin 2000 herët, para 2001-shës, 1998, 99, herët shumë, po të këshirëshin njerëzit me mjekër, po të flashin, të thoshin atë në fjalë, të randoshin me fjalë. Të na kur vishin me vllaznit me hoxhallar të në Shkup, qish mi ja bon, si mi ja bon, duhet me bo sabër, kjo rrugët qashtu, kjo kalon, për një me këtë kaloshin. E shumë për tiri janë ullëzut, tash fali namaz, janë zëqate, jopi sadakae. Dhe thot shkushim të Shejх Islam Ibn Taymija, tha ulshim të to, dhe dëgjoshim për fjalëve të tij dhe u qetësos ke zemra. Mbushim batarijat, pastaj, hajde bismillah. Mos mendojni se këtë do t'ju luftrojnë. Mos mendojni se këtë do t'ju thon fjalë të ëmbla. Por të keni shok dashamir, të keni një strofull, një ambient, kur të ulesh para tij, qetësohet zemra, të rahatohet. Dhe fillon rrugën. Forcohesh. E kështu thot Shejх Ibn Qayyim rahimahullah. Allahu na bëj për tyra që kur të përmend na fjalët e Allahut dhe kur të dëgjojmë fjalët e selefit të qetëson zemrat tona. Për veprave në kohën e vështirësisë, të lasheve kur vin, po më parasysh se çfarë do të lashe. Jo, kush on të lashe, çfarë të lashe, e shtik tet, më një herë aktivizon, tawakkuli mbështetjen e Allahut. Je i smund, ke shkon në spital, ke borxhe, a kupton, ngërkon nusë, s'jap kush, do të martojsh vajzë, s'di ku t'ja japish. Mbështetje Allahut. Kush vështirësu dunjoja, mbështetje Allahut. Tawakkal ala Allah. Se nësi mbështetesh Allahut subhanahu wa taala, ti ke fitu shumë, se Allah thot në Kur'an, wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dhe Allah të mbështetni nëse ju jeni besimtar. Dhe thot, do të ti mbështetni edhe patjetër Allahut subhanahu wa taala. Wa man yatawakkal ala Allahi fa huwa hasbu. Kush i mbështet Allahut,
Allah do t'i mjaftoj atij njerit. Mjafton Allah si, nuk e dim as ne. Veç kryesorja, keni pa çdo sfidat e jetës që për me Allah subhanahu wa taala t'i ka hap rrugët. Allah subhanahu wa taala e dini sahabat radiallahu anhum kur i mbledh këtë munafikat, mushrikat, krejt për me luftu Medinën, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam qala lahumun nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakeel. Tha ju than njerëzit e këtë botë jam mbledh kundër juve. Frigni, vallahi të lashash. Me Gatafan, me Kurejsh, me atë, me ketë, me Jahudi, me mushrika, me ka krejt, marë krejt kanë bu koalicion kundër jush. Subhanallah. Ja kanë thonë njerëzit pejgamberit Allah dhe sahabët dhe Abu Bekrit dhe Omerit dhe Uthman radiallahu anhum që të ndani ju këtë botë u që kundër jush. Fazadahum imana. Kur ja kanë thonë këto fjalë këtive veç u ka shtu imani dhe kanë thonë wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Neve në mjafton Allahu dhe ai është mbrojtësi më i mirë. Edhe çfarë do dhe? Këtë qafirat janë qafën. Subhanallah. Si kanë thënë qafën? Lumi Allah e drejton terrenin. Vjen njëri thot, a më leje arzat, shkoj të ato të foli pak. Që unë gatroj matematika tonë. E si? Thot të më jam leje mo, shkon të jahudit. I këshir fol me to. Shkon të mushrik, thot jahudit shtunës luftojnë këto kështu. Këtë temë tjetër është, një histori. Kryesoria ja ushti bubaçkat. A kupton? Edhe ato zonë kënë dyshim ndërmes veti. O lezar, çon mor Allahu dikan që ka se kujton ti. E përket mbështetjen e Allahut është shumë e rëndësishme. Përket pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka thonë Allahumma laka aslamtu, wa Allah ti jam dorëzuar komplet. Wa bika amantu, dhe ti të kam besuar ja Allah. Wa alayka tawakkaltu, dhe ti jam mbështet. Pejgamberi Allahut. Për kësaj kuptohet se besimtari duhet të nënshtrohet komplet Allahut subhanahu wa taala. Thotë jam razi o Allah me këtë din që të kam Allah usos. Kader. Ti të kam besue hukmi tanë, gjykimi tanë, kaderi tanë, caktimi tanë, ti që ka të vendosish, ajo që ka ndodhur është kaderi Allahut. Dhe ti të mbështet në Allah. Musaj alayhi salatu wassalam, Allah zar, ju ka mbështet Allahu subhanahu wa taala. A dini se Firauni kur va ka ndal Banu Israilve namazin, ja ka ndalue? Musa alayhi salatu wassalam ju ka thonë waj'alu buyutakum qibla. Boni shtëpia të juja vend falje. Ati falje namazin, ati lutni Allahun, shtëpinë tonë se të përzit kërkush. Ti ndoshta ti son sa më lemo me dal jashtë shtëpisë, a më në shtëpitem unë më bëj dhikr, më bëj istighfar, më bëj dua, më lexoj Kur'an, më këshillu, më shumë sene më bë. Përket Allah subhanahu wa taala tregon për Musain kur ka thon popullit të vet, ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin faqalu ala Allahi tawakkalna. Musa alayhi salatu wassalam ka thonë nëse ju, o populli im, nëse ju keni besu për nime Allahut, për nime keni mi besu Allahut, i ke besu Allahut, fa alayhi tawakkalu, ato i mbështetni. In kuntum muslimin, nëse jeni musliman. Fa qalu ala Allahi tawakkalna, ato ju përgjigj ka thonë Allahu ti na mbështet. Mbështetja në Allahun është punë e madhe. Allah për këtë ka thonë ja ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man tabi'aka min al-mu'minin. O i dërguar, o pejgamberi Allahut, Allahu të mjafton ti, wa man ittabi'aka min al-mu'minin, dhe ata të cilët janë pas teje. Pejgamberi Allahut, çata sahabët është liruar në dunjën. Do thot vetëm çka don që ne të mbështetemi Allahut subhanahu wa ta'ala. Wallahi kot parja, kot ushqimi, kot magazina, kot tat, kot. Kur të vjen tollovia, nuk të sjell asnjë send dobi. A dini këtë mesele? Kot si ke parat, kot si ke magazinat me drith. Kur të vjen belaja, kur të vjen telashja, wallahi ka mundsi një kokër gruni se rështish në gojë tënde. Një dinar tënë se ne aktivizosh. A e dini nga treja sa kur u ka në Kuvajt Irak? A më bëjni me ta jo? A e një tri?
O gjem, njeri 50 milion dinar ka pas, s'ka pas buk me hongër. 50 milion. A dini sa është parja Kuvajtit, sa është e rëndë? Hini këshin jetë na. S'ka pas, me shërbetorin e vete kanë dojtë bukën, kanë i copë, kanë hongër. A peshet do thot, ndash se ke, ka mundësi në moment, ndrojnë situatat, ndrojnë rrethonat, edhe jetë pas një sen. Për këtë besimtari duhet të mbështetë Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe të ketë frikë Allahu subhanahu wa ta'ala, se kjo dunjoja është që ndron shpejt. Për këtë Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an, wa innakum latamurruna alayhim musbihin, wa bil-lejli afala ta'qilun. Ju thot kur hecni ditën, shikojni vendbanimet atyre që i kina shkatru në maherët, edhe natën, afala ta'qilun, a nuk mbushni me mend të Kurejsh, që mundet me jumqu juve si i ka ndodhë Firaunit, Hamanit, Themudit, Adit, gjithë popullive maherët, ku janë ushtria e tyre, ku janë pasuria e tyre, ku është forca e tyre, ku është pushteti e tyre, këtë kanë baru o vlazën. Për këtë Allah subhanahu wa ta'ala thot, ju kur jesni në përvendin, a nuk i shifni ja? A nuk ju kujtohet ku janë ato që gurin, shkambin e kanë preje, kanë bërë shtëpia? Pra mendoni çfarë njerëzit fort kanë të fuqishëm. Në shkambe kanë drejt shtëpian. E kanë dhënë gurin dhe kanë bërë shtëpi. Megjithatë, Allahu subhanahu wa ta'ala i ka marrë gjithatë. Kush kanë bet? Allah thot Kur'an, anjayna alladhina yanhauna an-su'i wa akhadna alladhina zalamu bi'adhabin ba'is. Thot, ne i kena shpëtuar ata të cilët i ndalshin njerëz nga e keqja, dhe i kena marrë ata të cilët kanë bërë padrejtësi me një dënim të ashpër. Kush shpëtoi kanë në kohën e telasheve? Ata të cilët i ndalin njerëzit prej të keqës. Sa të mujnë i ndalin njerëzit prej të keqës, këshillojni, urdhëroni të mirë. Prej veprave në kohën e vështërësisë është meselja vela el bera, mitësia armitësia. Zemrën tonë tash është ka anon, a ka hake, ka batili. A jepon hakit, apo jepon batilit? Kjo është shumë rëndësi. Adha duhet me kanë si hapët, si qelë, mendje pratë. Du t'jesh, ti kuptojsh gjonat ma herët. Jo të dole gjubin pas 15 vetë, va Allah i behoq, gabim kisha kanë, pash Allah, pas 15 vetë, va? Pas 15 vetëve gibet të në ma bon halal, pas 15 vetëve belat të në ma bon halal, pas 30 vetëve shpivje të në ma bon halal. Për jamar, nëse nuk e ditin cilën resht, cilin tabar të radhitesh, në cilën anë të radhitesh, nëse ti nuk e kupton ku të rahatot zamra, atër ti s'jen të rezi. Nuk e mirë, ti duhet të kthesh te Allahu subhanahu wa taala, duhet të kujdesesh namazin tan, duhet të kujdesesh Kur'anin tan, dhikrin tan, namazin e natës, praktikimin e sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për shkak se nëse nuk e di dhe je lohatshëm, atëherë dije se ti diçka nuk ka rregull me ti, ose namazi, ose leximi i Kur'anit, ose gjunahet, nuk mundet, nuk ka shansa. Në përket duhet ta kishë njëri të ndalet të marrë mësim. Dhe prej sendeve që në fund inshallah do të shkurtoj. Prej sendeve që në kohën e vështirësinë të marrë mësim për qerve. Kur ndodhi velaja, kur ndodhi telasha, kur ndodhi smuja, kur pa më parasysh. A dini Akrama ibn Abi Jahl? A dini kush shkon? Ha? Akrama. Akrama kon gjali e Abu Jahelit. Kur shlirua Mekja, a dini ku ka shku ki? Kush e din? Kur ka shlirua Mekja, kur ka hi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë sahabat, ha? Ki ka hi pa njës me ik në Etiopi. Në nije. S'ka mujnë bënajt ati. Dhe kur hip në nije dollën dalgat. Kur dollën dalgat, atë mushrikat tjerë që kanë konë me ik, tu ika, këtonë se shashmo, shkoj Mekja, dorën e pejgamberit Allah të Bubekrit, Hazreti Omerit. A dhe kur ka nisa nije dalgat, mushrikat që kanë konë mënajnë ati në nije, ju kanë thonë një tjetë, kanë thonë, dini qka? Nuk na sjell dobi as kush tjetër përveç se me lut Allahit. Akrama ndalet kujtohet. Çishmore thot nuk na sjell dobi as kush tjetër, s'na shpëton prej kësaj situate përveç
me ju lutë Allahut. Thot, nëse është ki që të shpëtoj kanë në deti, në lakt, po në ki është që të shpëtoj kanë në thatë. Do të njeri menqër e aktivizon trunin e vetë, nuk jep me qira qerve. Thot, atëherë unë si dali, Akram bin Abi Jahel thot, ta besën o Allah, nëse dal prej kësaj situate, prej detit, salimen, shndoshe, mirë, rahat, do të shkoj të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, do të avëndoj dorën e ti me mbi dorën e ti, dhe do të gjoj Rauf Rahim, do të gjoj i but dhe i mëshirshëm. Vjen Abu Akram ibn Abi Jahl dhe e pranon Islamin te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka marrë mësim prej situatës. Edhe ne duhet marrë mësim dhe një prej situatave ku jena. Do të jena të aktivizojmë trunin. Mos bojna trun peshki, çka do të çesë dikush me hangër gojë si peshki, çka ti çeça jahan. Jo, ne duhet jena të shohim në situatën, të aktivizojmë trunin ton, të jena të vetëdijshëm, të bëjmë argumentat dhe kështu që në kohë të vështirësive me u kthit Allahu subhanahu wa taala, me pas frikë Allahu subhanahu wa taala, me mbështet Allahu subhanahu wa taala, me mat sendet, me kshir sendet dhe me marrë mësim prej situatës. Allahu ju ruajt, Allahu ju nderoft. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.